kemi pëlqyeshmërinë. Pëlqyeshmërinë e 11 liderëve politik, gjithmonë vazhdojmë me listën e liderëve që janë tashmë 11 subjektet që janë në garë për 11 majin, gjithmonë sipas fletës zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me liderët për partitë dhe për koalicione, duke nisur me Edi Ramën, i cili në qarkun e Tiranës në këto matje që janë nga fundi i marsit deri në fillim të prillit, janë 50.4% ata që kanë mendim pozitiv për të apo pëlqyeshmëri. Dyti i renditet Sali Berisha me 31.9% të anketuarve që kanë mendim pozitiv pëlqyeshmëri për të. Pastaj vjen i treti Agron Shehaj në këto matje të dyta të Tiranës me 31.7% të mendimit pozitiv apo pëlqyeshmërisë për të. Vjen i katërti Adriatik Lapaj në këto matje të dyta të kryeqytetit me 29.7% të mendimit pozitiv pëlqyeshmërisë për të. Arlind Qori vjen më pas me 27.6% të mendimit pozitiv dhe me radhë më pas shumë më pak në përqindje Dashamir Shej, Tom Doshi, Lulzim Bashka, Elena Kocaqi, Kreshnik Osmani dhe Edmond Stojku. Kjo është tabela e pëlqyeshmërisë brenda së cilës ka edhe mendimin pozitiv dhe mendimin negativ. E keni lehtësisht të dallueshme, më pas mund ta analizojmë duke parë pak edhe se si renditen liderët dhe për të kuptuar pak më shumë, por gjithsesi fakti që ne sot shohim matjet e dyta për Tiranës na jep mundësinë të kuptojmë shumë më shumë se si ka lëvizur pëlqyeshmëria në një kohë diku prej 4 javë, Blendi, apo më pak? Në 4 javë, nga matja e parë, që ishte e shkurtit 2025, në këtë matje të dytë të marsit 2025, si që thash dhe pak për para, fundi marsit, fillimi prillit, kur janë mbledhur të dhëna, dhe në këtë grafik ne shohim se si ka ndryshuar pëlqyeshmëria, kush është rritur, kush është ulur në pëlqyeshmëri, duke ju afruar gjithmonë më tepër datës së zgjedhjeve. Edi Rama, nga matja e parë, o le të themi në një muaj nga shkurti në mars, ruan pak a shumë të njëjtat nivele pëlqyeshmërie, 50.3 në 50.4. Sali Berisha është rritur në pëlqyeshmëri, nga 28.2 ka shkuar 31.9. Agron Shehaj është rritur në pëlqyeshmëri nga 29.9 në 31.7. Adriatik Lapaj edhe ky ruan pak a shumë të njëjtat nivele pëlqyeshmërie në dy matje nga shkurti në mars, 29.3 dhe 29.7 në matjet e sotme që po shohim. Arlind Qori është rritur në pëlqyeshmëri nga 25.2 në 27.6 dhe Lulzim Basha ka rënë në pëlqyeshmëri nga 12.7 që ka qenë në matjet e para për Tiranën në 10% që është sot.